Sot bashkë me Melizën ne sapo votuam, jo vetëm për ta kryer obligimin qytetar, por edhe për të dhënë drejtimin që ne besojmë e meriton Prishtina si qytet i yni. Unë i ftoj gjithë qytetarët e Prishtinës, por i ftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që dalin të votojnë masivisht për t'i dhënë drejtimin qyteteve dhe komunave ku ata jetojnë, sepse vërtet 4 vite janë shumë dhe verdikti i tyre duhet jetë ai i cili vendos për të ardhmen e tyre, që vendos për një jetë më të mirë për ta. Andaj besoj që sot do të jetë një ditë e mirë, një ditë feste për qytetarët e Kosovës anën banë dhe një proces zgjedhor shembullor siç kemi pasur edhe proceset e fundit. Besoj shumë se zgjedhjet lokale, siç kanë dëshmuar në kaluarën që janë mundësia më e mirë për qytetarët që të vendosin për të ardhmen e tyre, duhet të shfrytëzohet edhe këtë radhë. Unë besoj që do të votojmë me datën 9 nëntor në raundin e dytë edhe këtu në Prishtinë, por edhe në shumë komuna tjera të Kosovës, ndërsa po ashtu besoj edhe shpresoj që do të votojmë jo më larg se në 10 orë edhe për zgjedhjet parlamentare.